nëse ndërlidhen çështje që ka të bëjë me islamin, me hijabin, me mbulesën, nuk mund dalin nga mendësia sekulare e gjykimit. Rrjedhimisht nënkupton që jam i bindur që këta gjyqtarë nuk janë të drejtë dhe kanë standarde të dyfishta të drejtësisë në çështje që ndërlidhen me fenë. Lejojnë që individët me bindje dhe besime ndryshme ta praktikojnë besimin e tyre në jetën publike. Edhe në projekte publike. Në përjet publike, qoftë hindut me ato shalvarët e tyre në kokë, qoftë muslimanët. E kena pati disa policë në ata Britani. që kanë mjekra, domethënë nuk është kjo pengesë sepse diversiteti është karakteristike shoqënive liberale. Ky vendim tregon që politikanë dhe gjyqtarët nuk mund të dalin nga mendësia e tyre sekulare në gjykim. Ose të themi masakt laike. Për të zbatuar parimet e tyre që feja sa më pak tjetë prezente në jetën publike, e dukshme në për institucione shkollore, që t'jeshtë imazhi i shtetit tonë, sepse Kosova do të ndërtohet si një shtet laik, këtë rast sekular, një shtet demokratik, një shtet liberal, një shtet i cilin feja nuk duhet të ketë një pamje qendrore. Djallin mes detajeve është që në perëndim, në përgjithësi, respektimi drejtave njeriut prevalon, ka e përsi ndaj interpretimit ose përdorimit si argumentim të karakterit të shtetit. Kurse cënojnë një tërësi të drejtave cilat kanë karakter ndërkombëtar dhe kushtetues. Për shembull, drejta për arsim është e drejtë ligjore. Gjykata Kushtetit Supreme ka gabu sepse ligji ka e përsi mbi aktet nënligjore sikur të udhëzimi administrativ. Që ky udhëzim nuk është në përputhje me ligjin për arsim. Nuk janë të detyruar. Përderisa është krijuar normë praktike që nuk janë të detyruar dhe nuk ka sankcion mbi mosbatimin e saj, në praktikë në 95% rasteve as nuk vjen shprehje për të filluar një procedurë të largimit nga shkollat vajzave që vendojnë mbulesë. Kanë dashur me bëni një grup për më dhënë kuptim jetës tyre, pleqënisë tyre, me pas një identitet, sepse në realitet shoqërinë tonë nuk ka një identitet. Më të fuqishëm, më të gjithanshëm, i cili jep shpjegim, kuptim dhe vizion e gjeneratave të reja sikurse Islami. Nuk ka një identitet. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Jemi në fillim të episodit të 8 të podcastit Mejlis. Në këtë episod, mysafir e kemi avokatin Azdren Vityqi, që na vjen nga Prishtina e bukur. Azdren, mirë se vjen. Mirë se gjej. Jeni mysafir për herë të parë në podcastin ton, po inshallah nuk do të jetë edhe i fundit. Inshallah. Besoj se me juve kemi shumë çka mundemi të flasim, t'i bëjmë disa analiza, po t'i hapim disa tema për të cilat ja vlen që të dëgjohet edhe mendimi i muslimanëve. Sot doli apo u shpall gjykimi i Gjykatës Supreme lidhur me çështjen e hijabit në shkollat fillore dhe të mesme. Cili është mendimi juaj? A ishte ky vendim i drejtë apo akoma kemi të bëjmë me një mendësi e cila disi i shikon çështjet e islamit me një sy të islamofobisë apo të frikës prej islamit dhe diçka, apo me syrin e diskriminimit, se kjo është një lloj diskriminimi sipas mendimit më të saktë. Ajo që është e rëndësishme për opinionin dhe për të vërtetën është që gjyqtarët e Gjykatës Supreme nuk mund të dalin nga mendësia e tyre sekulare e vrojtimit të realiteteve që ndërlidhen me fenë dhe me të drejtat që kanë për bazë fenë. Pra, nëse ndërlidhen çështje që ka të bëjë me islamin, me hijabin, me mbulesën, nuk mund dalin nga mendësia sekulare e gjykimit. Rrjedhimisht nënkupton që jam i bindur që këta gjyqtarë nuk janë të drejtë dhe kanë standarde të dyfishta të drejtësisë në çështje që ndërlidhen me fenë. Sa do të dëshmu nga kërkesa që është bërë nga një kompani e avokatëve dhe ajo një
praktikuese islamit, një avokate zonja, e cila ka kërku që të vlerësohet ligjshmëria e udhëzimit, pjesës udhëzimit administrativ të Ministrisë së Arsimit, ku e ka ndaluar bartjen e hijabit në shkolla, me pretekstin bartje si uniform fetare në kuadrin e disa ndalesave tjera. Kjo ka qenë objekti i përplasjeve të vazhdueshme. I ka quajtur simbol fetar, apo? Jo, uniform. Ka qenë uniform. Edhe ka qenë objekti përplasjeve të vazhdueshme prej vitit 2010 kur është vendosur ndalesë. Vendimi s'ka dyshim që është i padrejtë dhe ne jemi të bindur sepse ka praktika të tjera, të cilat i ka vendosur Gjykata Evropiane për Drejtat e Njerëzit, vendime të cilat janë obligative për shtetin tonë, në të cilën të drejta e ushtrimit besimit, përkatësisht manifestimit besimit dhe drejta e arsimimit, janë të drejta që prevalojnë mbi karakterin sekular në këtë rast laik shtetit tonë. Sepse është diskutabile dhe çështja nëse Kosova është shtet sekular apo laik, sepse në verzionin anglisht kushtetues sekular, kurse në verzionin e përkthimit shqip në mënyrë qëllimshme është bërë laik. E laicizmi është formë më ashpër, më e vrashtë e zbatimit të sekularizmit apo ndarjes së shtetit nga feja. Dhe është formë karakteristike vetëm në Francë, kurse në gjitha vendet e Evropës janë sekulare, pra ka një qasje më të butë dhe lejojnë që individët me bindje dhe besime ndryshme ta praktikojnë besimin e tyre në jetën publike. Edhe në projekte publike. Në përjet publike, qoftë hindut me ato farë shallvarët e tyre në kokë, qoftë muslimanët. E kena pati disa policë në Britani. Ata që kanë mjekra, domethënë nuk është kjo pengesë sepse diversiteti është karakteristike shoqënive liberale, e demokracive sekulare dhe që duhet të respektohet. Ne fatkeqësisht ky vendim tregojmë që politikanë dhe gjyqtarët nuk mund të dalin nga mendësia e tyre sekulare në gjykim. Ose të themi masakr laike, se sekularët po të ishte sikur ai bot kuptimi që e toleron. Mendoj që laiciteti është formë më e ashpër e sekularizmit, por sekularizmi është koncept. Më thonë është koncept i të mendurit. Kur shtetin, shoqërinë dhe grupet shoqërore i sheh si konstrukte të ndara dhe të veçanta karshi raportit tyre me shtetin. Pra e sheh si një raport sekular, ku ju e keni drejtat e ju janë kisha në xhami, bëni çka doni, falni o agjeroni, mirë pa hapësira publike është sferë e përcaktimit vetëm nga ana jonë, ku feja nuk interferon. Jo në kuptimin e ndërhyrjes politike ose në kuptimin e ushtrimin ndikimit dhe të autoritetit, po në kuptimin e shtrirjes së vlerave të saj, me qenë pjesë e tërësisë së rendit kushtetues dhe ligjor normave, që domethënë fryma ligjore me qenë ndikuar pe vlerave që kanë bazë fetare. Ta shpjegojmë pak për shikuesit tanë. Çështjen e dallimit mes sekularizmit edhe asaj që quhet laicizëm. Pse tek ne në veçanti në Ballkan, apo në këto ish republikat e Jugosllavisë, dominon ky bot kuptim i laicitetit, më shumë se sa e kanë kuptuar në mënyrë më të ashpër dhe më të egër sekularizmin se sa në vende tjera. A është kjo një pasojë asaj që kemi jetuar një kohë të gjatë në sistemin moniste, i cili ndoshta ka ndikuar pakës në mënyrën se si kemi kuptuar gjërat, apo ka ndodhur një lloj, ta quajmë, riedukimi i cili ka larguar nga normat fetare? Mendoj që secila shoqëri ka disa karakteristika të veçanta dhe realitete të ndryshme, të cilat kanë edhe simptoma ose nuanca të ndryshme të realitetit. Pra Maqedonia dhe Shqipëria, por edhe Serbia dhe Mali Zi nuk kanë një përplasje të tillë dhe një konflikt të vazhdueshëm mes shtetit edhe grupeve minoritare ose grupeve të dyta jo shumicë, këtë rast shqiptarët janë grupi i dytë etnik më i madh, ka shi drejta bazike fetare. Për shembull, këtu nuk diskutohet çështja e xhabit në shkollë ose në sepse në fillim ka qenë, por alhamdulillah falë aktivitetit, gjetëm mirë kuptim. Në Kosovë është që kur është ndërtuar shteti dhe kur është vendos me këshillën dhe me punën edhe të faktorit ndërkombëtar, mendoj që ata cilët e kanë ndërtuar këtë kushtetut, duke pasur tërësisht formimin sekular tek ta, ndoshta e kanë bërë këtë qëllimisht, ndoshta edhe për t'i kënaqur ndërkombëtarët, po edhe për t'i zbatuar parimet e tyre që feja sa më pak t'jetë
prezente në jetën publike, e dukshme në për institucione shkollore, që t'jesht imazhi i shtetit tonë, sepse Kosova do të ndërtohet si një shtet laik, këtë rast sekular, një shtet demokratik, një shtet liberal, një shtet i cilin feja nuk duhet të ketë një pamje qendrore, që mos portretizohet në botën perëndimore, e cila ka sponsorizu, ndërtu dhe ndihmu më së shumti krijimin e shtetit Kosovës, një shtet me një imazh tillë, natyrisht nga frikat dhe përvojat e shteteve, luftat më hershme me shtetet në lindje, shtetet islame. Por ajo mendoj që ka qenë gabim, sepse gjithmonë çdo gjë të cilën ti lufton ai reziston më shumë dhe bëhet më ekstreme në qasjen e saj. Edhe ekstremizmi i prodhohet zakonisht nga islamofobia e teprume, sepse këto janë dy anë të kundërtat njëjtës monedhe, cilat nuk mundin me jetu pa njëra tjetrën, dhe njëra ekstreme prodho tjetrën. Ekstremizmi fetar prodhon islamofobi të urryer. Islamofobia e madhe prodhon ekstremizëm, sepse dy porët portretizojnë armiqësi të madhe dhe gjykim bardhëzim me njëri tjetrin. Në këtë rast mendoj që kanë gabu, sepse Kosova është shumicë muslimane, edhe besimi është kategori e brendshme shpirtërore, po dhe shoqërore dhe jashtë me individi, që individi ka drejt vetë si dën ta përcaktojë mënyrën e jetesës dhe organizimit jetës tij. Do të thonë, mendoj që e kanë tejkalu popullin e vetë, e kanë paragjyku popullin e vetë. Unë kam lexuar dikun se shumica e kushtetutave i japin shumë rëndësi të drejtave dhe lirive të njerëzit. Dhe në shumicën e kushtetutave të shteteve të ndryshme, këto janë bazike. Si është e mundshme që ti të thirrësh në kushtetutë, e cila thotë se shteti i Kosovës është shtet sekular ose laik, sipas versionit shqiptar, në të njëjtën kohë, me këtë veprim ti ushtron një lloj apo bën një lloj diskriminimi, një lloj shkelje të drejtave dhe lirive të njeriut. Ajo që është, mund me thonë ajo që thonë devil, djallin mes detajeve, është që në perëndim, në përgjithësi, respektimi drejtave njeriut prevalon, ka e përsi ndaj interpretimit ose përdorimit si argumentim të karakterit të shtetit. Sepse karakteri i organizimit të shtetit është aspekt formal. Shteti i liri, pavarur, demokratik, jo demokratik, formë tjetër e qeverisë, autoritative, etj, monarki, etj, totalitar, multietnik, monoetnik, etj. Çështja është që kjo të na qëllimisht e përdorin kur dëshirojnë me i dhënë një konotacion tillë, e përdorin si argument prevalues me përsi karakterin laik të shtetit, kurse cënojnë një tërësi të drejtave cilat kanë karakter ndërkombëtar dhe kushtetues. Për shembull, drejta për arsim është e drejtë ligjore. Gjykata Kushtetit Supreme ka gabu sepse ligji ka e përsi mbi aktet nënligjore sikur udhëzimi administrativ. Që ky udhëzim nuk është në përputhje me ligjin për arsim, se ligji për arsim thotë e drejta arsimimit është e drejtë e garantuar, drejtë e detyrueshme kushtetuese, e detyrueshme për secilin fëmijë deri në moshën 18 vjeçare, shkollën fillore dhe të mesme, pavarësisht pa asnjë lloj diskriminimit mbi bazë etnike, fetare, racore, gjinore etj. Të drejtat ato domethënë është për kufizim kategorik. Tash në këtë rast Gjykata Supreme anashkalon ligjin, anashkalon kushtetutën që përcakton drejtën e arsimit, lirinë e shprehjes, drejtën e ushtrimit besimit, manifestimit besimit që është dispozit kushtetutës, thotë që secili ka të drejtë të manifestojë besimin e vet, ta praktikojë. Me simbolet e tij, me tërsinë e tij. Kjo si për kufizim është nis më shumë mendoj për këta manastireve serbe, domethënë për iftërinë edhe ato motrat e nderit, por kjo si dispozit, në realitet është dispozit që vlen për gjitha besimet. Edhe këta manifestimin e besimit, që jo me karakter simbolik, sepse higjabi nuk ka karakter simbolik, as nuk ka një formë, është obligim, është pjesë e kategorisë obligative fetare, feja i ka rregullat e veta, shteti ka të veta. Këta nuk, domethënë nuk e marrin për bazë fare këto, edhe bin kundërshtim me prodhon një tension të gjatë, tashmë 15 vjeçar, duke shtu pasigurinë e vajzave dhe prindve të tyre. Mu sot më kanë shkruar, lirprind, çka ka menduar tash me vajzat tona, i kam thonë pas stres, sepse nuk besoj që do të kenë ndryshime në terren, sepse vetëm ata që janë islamofob dhe janë sekular, antifetar, të mëdhaj drejtarët mund ta përdorin si argument dyfisht për t'i kriju komoditet vetit. Drejtorat
dhe drejtoresha, ata janë të detyruar me e zbatu këtë udhëzim administrativ apo e kanë të drejtën ta vlerësojnë vetë? Nuk janë të detyruar. Përderisa shkryuar normë praktike që nuk janë të detyruar dhe nuk ka sankcion mbi mos zbatimin e saj, në praktikë në 95% rasteve as nuk vjen shprehje për të filluar një procedurë të largimit nga shkollat vajzave që vendojnë bulicë. Vetëm vende të caktuara, shkolla të caktuara ku çellojnë disa drejtor dhe pastaj po kthejnë problem politik ku po do të marrin rolin hoxhallar, avokat, ambasada për të ndërmjetësuar që kjo punë për të menaxhuar situatën. Që të mos prodhoj edhe efekt sepse pastaj po paguajnë fatura dhe kryetarët e komunave. Sepse dhe ata po portretizohen që janë të njëjtën linjë me drejtorin edhe pastaj doza e mos mbështetjes politike për të ardhur ndaj tyre po rritet shumë. Ajo është çështja më e rrezikshme për ta. Për të cilën mos e shumtifikohen. Fole pak për islamofobinë dhe thave një përfundim shumë të bukur e thave se islamofobia ekstreme e prodhon edhe ekstremizmin fetar. Sa shoqëritë tona, ti e njeh më mirë shoqërinë kosovare, po mendoj se nuk është larg realitetit edhe shoqëria e Maqedonisë. Cili është kryesisht burimi i islamofobisë? A është shkaku i kësaj islamofobie mosnjohja e islamit apo është ndonjë agjendë e cila ushtrohet edhe synohet të realizohet? Cili sipas teje është shkaku? Pse? Sepse është vështirë të kuptohet nga një familje ndoshta që është tradicionalisht muslimane. Unë dëgjova pas disa ditë bisedoja me një mik timin nga Dibra, i cili më tha, a më beson ta se në mesin atyre që dojnë me ringjallë këtë lëvizjen e Deçanit për rikthim apo për kthim në fenë të parëve në krishterizmin, është një mjek i cili vjen nga një familje muslimane. Do thonë, nëse një person është mjek, është intelektuale, ka arrit një shkallë të arsimimit, cili është, sipas te, çka mendon se çka është shkaku? Ajo të instrumentalizuar apo është diçka tjetër? Jo, unë mendoj që njëri është armik i asaj që se nje, dhe islamofobia është fobia frika nga islami. Ata që zakonisht janë individ që kanë frikë nga islami, zakonisht frika buron nga mosnjohja. Shumica dërmuese atyre janë njerëz që kanë ndërtu perde, ndoshta trasha para vetes që ose nuk e njohin ose nuk dojnë ta njohin islamin. Sepse ti kur vendos perdet, domethënë ti edhe nëse dëshiron të shikosh, nuk mund të shikosh. Ti mund dëgjosh, mirë po ajo është pastaj ajo që quhet loja e përplasjeve në distancë, ku ti me konceptet e tua paragjykuese për shkak të ndërtimit gabuar dhe mosnjohjes së islamit, koncepteve së saj, mënyrës së zbatimit të tyre, ti paragjykon dhe merr një mund të them kështu një mostër shumë periferike 1% dhe pastaj bën gjykim të përgjithshëm. Këto as shkenca dhe as shkencat mundane humane nuk e lejojnë që me marrë një mostër të një brumi ekstremist që nuk ka dyshim që është edhe në mesin tonë, edhe është problem, edhe është sfidë, ne duhet ta pranojmë, ashtu siç kanë secila shoqëni grupet ekstreme, qoftë fetare, qoftë nacionaliste, që janë probleme për shoqërinë. Qoftë racore, qoftë kriminale, qoftë gjitha spektrave të shoqënisë, dhe pastaj mbi bazën e saj të bësh një gjykim të përgjithshëm. Ky nuk është gjykim, ky është paragjykim i gabuar, i qëllimshëm, ku ti, domethënë me mostra dhe me mas shumë të vogël tenton që të gjykosh një shoqëni të madhe ose një grup madh shoqëror, një komunitet të madh që secilin vend është milionsh. Sa i përket këtyre grupit Deçanit, mendoj që është një kontekst pak më i veçantë pse e ka ndërtu grupin dhe pse është ndërtu kjo lëvizje. Unë mendoj që ata një pjesë e tyre kanë qenë nacionalista, idealista. Pra, ata e kanë ndërru shlirimin e Kosovës, kanë sakrifiku disa për to, kanë luftu, mirë po kanë qenë të formuar tërësisht prej koncepteve nacionaliste, marksiste, në këtë rast enveriste. Ka dhe që janë titiste, marksiste, titiste, disa që vinë nga
rajonet e qyteteve që kanë qenë profesor, doktor, akademik, pra ku ajo që kultura jugoslave është ajo që i ka ndërtu. Po një pjesë e madhe janë ajo që nuk i ka formuar kultura jugoslave, po i kanë formuar ndikimi kulturës ndërruar, enveriste, nacionaliste, që është një farlloj përzirje mes nacionalizmit dhe... I parë dhe i vetëm e historisë që s'ka pasë religion, e ka ndaluar religion. Absolut, mes një komunizmi e nacionalizmit. Dhe tash që ka ndodhë, këta zakonisht të moshën mosh, kanë kriju një përshtypje të gabuar që Kosova është islamizu shumë. Dhe kanë kriju përshtypje që Kosova nuk është ajo Kosova që këta kanë ndërru, një Kosovë e lirë sipas paragjykimit tyre, që ndoshta gjitha vajzat do të ishin me fundet shkurta, e gjithë do të shihshëm duke pi alkool, e s'do të shihshëm rini nëpër xhamia, musliman intelektual, e lëvizjes hipi që ka qenë. Po, nuk do të shohim ndikim tyre të masim rrjete sociale, gjenerata të reja që edhe kulturalisht ndihen musliman dhe afiliohen ose ndihen të afërt me islamin, edhe ju ka penguar dhe kanë menduar, kanë kriju një percepcion që Kosova ka marrë një imazh të një identiteti shumë fetar, që sipas tyre për këtë s'kanë luftu. Dhe natyrisht njeriu t'i vjen një identitet për t'i dhënë kuptim jetës. Prandaj ata të flotilës, domethënë evropian, amerikan, gjithçka lan nga jeta e tyre për të shku me një mision sublim jetësor, nga bindja e vlerave të tyre të drejta që janë në të drejtën, dhe janë duke i shërbyer një popullit shtypur kundër një zullumçari zionist, edhe në këtë rast ai ka dhënë kuptim jetës tyre, nuk ka më rëndësi besimi tyre, i ka dhënë kuptim sepse janë kanë kauzën e drejtë. Edhe këtyne kanë dashur me bënë një grup për më dhënë kuptim jetës tyre, pleqnisë tyre, me pas një identitet, sepse në realitet shoqërinë tonë nuk ka një identitet. Më të fuqishëm, më të gjithanshëm, i cili jep shpjegim, kuptim dhe vizion e gjeneratave të reja sikurse Islami. Nuk ka një identitet. Nëse identiteti nacionalist ka qenë një identitet i cili ka masovizu masat, i ka mbush me bateritë e patriotizmit për të sakrifikuar me dhe dashuri për vendin ton. Por sot është përplas me globalizimin i cili e shkatron atë identitet. Absolut. Dhe sot nacionalizmi nuk është si ideologji dominuese, sepse nuk e ushqen përditshmërinë dhe nuk mobilizon, nuk frymëzon, nuk është një ideologji e cila mund të mobilizojë masa. Kurse Islami është din, është fe e Zotit, e cila domethënë mobilizon masa dhe ka zgjidhje për secilën sfidë të individit si qenie dhe është i qëndrueshëm dhe është i qëndrueshëm dhe ashtu siç e pata po me një libër pa të pëlqyer shumë, dhe Islami është i shartum. Domethënë në çdo shoqëri dhe në çdo kulturë shartohet dhe përshtatet. Pa ja humb identitetin e saj. Domethënë Islami ndash me çullën në Amerikë, ndash në Kinë, ata amerikanë pa ja humb identitetin e tyre kulturor, e shartojnë, sinkronizojnë me Islamin edhe e bojnë një model të veçantë, për shkak të cilës ne kur shkojmë numër ose në haxh e shohim që gjithë sillen rreth çapës, mirë po kemi disa dallime, disa mentalitete kulturore që pra Islami nuk e shkrin ato që quhet autenticitetin ose unikalitetin e identitetin, nuk e shkrin as kombëtar, as kulturor, as etnografik, as njërin, vetëm jep kuptim duke e formuar njeriu kuptimin edhe shpirtëror, edhe intelektual, po edhe shoqëror. Atë tash kthehemi pak te profesioni si avokat. A e ke pas një lloj dileme para se e fillu me studiu drejtësinë, se kur të bësh avokat, do shta ka me të rastis që ndonjëherë me mbrojt dikën që për të cilin je i bindur se është fajtor, se e ka bërë atë. Edhe cila ishte ajo përgjigjja që të motivoj, a vendose që nuk do t'i... Thënë drejtën, përgjigjja është pak më e ndryshme, sepse unë kur kam fillu juridikun nuk kam qenë i praktikus islamin, dhe ndoshta nuk i kam pasur këtu kritere dhe këtu koncepte të gjykuarit dhe të vlerësuarit. Dikur në mes të fakultetit kam fillu praktikimin. Natyrisht që pastaj nuk është e lehtë kjo çështje. Mirë po, sepse kam lexuar dhe kam tentuar që gjej edhe zgjidhje se si duhet jetë një mes i artë mes asaj ku bindjet tua morale nuk bien ndesh me detyrimet e tua profesionale, dhe natyrisht me këshillimin edhe të disa persona përgjes, edhe nga këndvështrimi fetar, ka marrë në përfundim që duhet jetë një mes, edhe pse nuk është i prejmë, sepse nuk ka në shoqëri tilla ku domethënë zbatohen sisteme sekulare, edhe në gjyqvënie, edhe në drejtësi,
nuk ka një mes të prem ku është kufini mes asaj që është moralisht e lejuar ose s'është e lejuar. Morali është diçka është shumë relativ, sidomos në kufi, sepse morali është global në kuptimin asaj që domethënë njerëz mund të kenë vlera morale edhe pa pas besim, ajo çka është e keqe është e mirë, parimisht dihet që vrasja është e keqe, dhunimi është i keq, droga është e keqe. Shoqënia nuk ka dilema, po pastaj ajo mund të bëhet normë sepse shpeshtohet dhe normalizohet dhe shoqënia adaptohet dhe jeton me të keqen, që është dështimi i shoqërisë, ajo temë tjetër. Mirë po, mendoj që është sfidë, unë i kam do kufi, për shembull vrasje nuk marr, kam deklaruar në televizion, zakonisht fajde nuk mbroj dhe dhunime seksuale nuk mbroj. E kam parem, pse e kam parem? Sepse mendoj që janë vepra të rënda të cilat meritojnë dënimin me vdekje, e që ne synojmë Këshillin e Evropës, sepse unë jam admirues i dënimit me vdekje për këto vepra, ashtu siç është edhe drejtësia e Zotit. Dhe ajo është ajo që ka meritojnë për ata që kryen vrasje. Capital punishment. Absolut. Jam republikan në këtë çështje. Mendoj që kjo është drejtësia e Zotit ashtu siç Zoti na ka treguar. Besoj se në Evropë nuk ka asnjë vend. Jo, nuk ka, sepse kushdo që tenton është pjesë ose tenton të aderojë në Këshillin e Evropës, nuk ka patjetër ta. Kishte edhe kushti për Turqinë. Po, Turqia ka larguar dënimin. E tash ato nuk i mbroj sepse di që ka përgjegjësi e madhe, çka do që unë tentoj dhe përpiqem që ta nxjerr një person që është fajtor dhe ti marr ai 10 vjet, 20 vjet, 25 vjet, edhe nëse unë perceptohet sukses sytë e njerëzve dhe familjarë është dështim në sytë e mi, dhe duke besuar në ditën e ringjallës dhe llogarisë nuk du me shku me këtë barr. Kurse për çështje të tjera janë çështje më të lehta, ku damet pasojat janë më të ulta, janë më të riparueshme dhe ka mund të them që në arabi i lav, ka domethënë një lloj hapësire për interpretime të ndryshme, ka mendime të ndryshme, edhe për shkak të asaj hapësire, domethënë ki mundësi për me manovru edhe me njëkohësisht me shfrytëzue edhe profesionin për dobi tjera jashtë asaj. Domethënë në pozicionin e avokatit me lu edhe një pozicionin e avokusit sa i përket drejtave të njeriut, me luftu për çështje të cilat beson, sepse njohja e ligjit sot është shumë me peshë, sidomos për ata të cilët e njohin mirë. Prandaj unë desha të përgëzues për shumë paraqitje që i ki pas televizive ku me dinjitet e ki prezantu edhe ki mbrojt çështjen e Islamit, çështjen e të drejtave të njeriu dhe çështje që fatkeqësisht sot njerëzit sikur i pranojnë për të gjithë vetëm për muslimanët këto nuk ulejnë. Faktikisht është një lloj selektimi bëjnë. Do ne jemi për të drejtë njëherë, po kur janë pyetje muslimanë, ku dalin pak se këto për këta nuk ulejnë. Unë mendoj që na muslimanët e kemi bënë kuptim të gabuar të raportit ton me veten dhe me shoqërinë. Sepse ne duhet të dimë që në çdo realitet që jemi, ne duhet të integrohemi dhe të garojmë për pushtet. Jo të vetë mjaftohemi me ato që quhen rujtja e bazave të adhurimit. Mjaftohemi që po falemi, kem xhamia tona, ezani, agjerimi, iftaret, ilahit. Këto janë minimale, sepse këto kanë të bëjnë vetëm me adhurime. Ata pikërisht qëllimi i sekularizmit është kjo. Feja në xhami, hapësira publike është e sekularëve. Kjo është mendësi e gabuar, cilën mendoj që intelektual duhet ta sfidojnë, sidomos intelektual musliman. Dhe duhet të ngrisin vetdijen mes muslimanëve që askush nuk toleron nëse nuk je i fortë. Gjithçka bëhet me forcë, gjithçka bëhet me shtyrje. Domethënë, secili grup tenton ta dominojë maksimalisht shoqërinë. Edhe ti si grup, nëse ke mendsi dalluar, je pjesë e shoqërisë. Mirë po ki qëndrimin e ofertën e cila është e suksesshme, mirë. E ki ofertën tënde, po dhe ki ofertën shumë të qartë, e ki më të mirë se secili tjetër. I ki konceptet e qarta, ti duhet të synosh pushtetin e shoqërinë, gjitha format. Sepse vetëm kur ke pushtet, mund ta kushtosh heqjen e udhëzimit administrativ, ta kushtosh me votim të qeverisë, me koalicione kuvendet komunës, për kryetarët komunës, në për institucione, me asociacione të bizneseve. Përderisa ti nuk ke korrupsionin, me zvogëlu vjedhjen, ato gjithë ato janë pjesë obligative, po janë disa çështje që kanë të bëjnë me ajo që është bazike identitare, sepse nuk vjen shprehje, ajo është
nëse një musliman ka përgjegjësi dy fesh, ka edhe para Zotit dhe para ligjit, ka përgjegjësi për pozitën publike cilën e merr, sepse ai e din që nëse ai nuk e beson Zotin e vjedh dhe thotë ja lëshoj, ky e din që ja lëshon, mirë po është një ditë që nuk mundet me alshu, sepse te Zoti është gjithçka shumë. Te regjistri. E prandaj duhet ta kuptojmë që kjo mund të jetë është përgjegjësi o lodhje. Mirë po, shoqënia duhet të ketë modele sikur ne përmi qeverisë, jo ata që janë të prishur, sepse na nuk mundna mi kritiku ata nëse nuk jemi alternativë. Nëse nuk prodhojmë një alternativë më të mirë njerëzve që kanë vlera më të mira, edhe formim më të mirë moral, edhe fetar në shërbim shoqënisë. Për këtë çështje bisedojmë me disa xhallar në disa prej epizodave në të kaluarën, edhe një prej pikave që ti e ceke dhe e theksove, që ka qenë pjesë e veprimtarisë së Muhamedit a.s. ka qenë ndryshimi i shoqërisë. Ndryshimi rrënjësor i shoqërisë së xahiliyetit apo së ignorancës. Po nëse secili nga ne mbetet në këndin e vet, duke i bërë ato adhurimet dhe nuk përzihet me atë në atë që ka ndodhur rreth tij, nëse si menaxhon resurset që i ka shteti, se si është administrata, se çfarë pushteti kemi, si është gjyqësia dhe këto, ne atëherë faktikisht mbetemi një faktor pasiv i cili nuk ka ndikim, ndërsa ajo që ka bo pejgamberi sa të dallohet prej atyre muhadramin, ka qenë një grup i njerëzve të cilët kanë thirrë në besim në kohën e xahiliyetit mes Isait a.s. dhe Muhamedit a.s. dhe i kanë këshilluar njerëzit të bëjnë mirë, por ai element që ju ka munguar ka qenë kjo, ta quajmë kushtimisht përplasje, apo një aktivizëm shoqëror i cili ka sjell këtë ndryshim që ka ndodhur pas vdekjes së Muhamedit a.s. Është evident ajo. Unë mendoj që për të pas ndryshime shoqëni vijnë disa kushte. Për kushteve është që ne duhet të bëjmë çdo gjë për Zotin. E para dyta është që të kemi një ide të qartë. Ideja duhet të kthehet në projekt, projekti duhet të ketë plan të qartë, plani duhet përpjekje të vazhdueshme, dhe duhet të ketë mbështetje ose masa mbështetje qoftë njerëzore, qoftë financiare për të bëtë mundshme realizimin e saj. Ndarje të roleve. Absolut. Unë mendoj që secili prej sahabëve në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pasur rolin e vet mbas prirjes vet. Uthmani ka qenë diplomat, e ka qenë Hudejbije. Khalid ibn Velidi ka qenë ushtarak para kohës Islamit, ka qenë i shkolluar si prej liderëve të ardhmë, i projektuar si lider ushtarak i të ardhmë i Kurajshve, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka qita thonë sa fundit, po menjëherë ka qenë rolin cilën është. Pra, secili e ka rolin e vet, duhet ta di ku duhet të shërbej. Mirë, po ku është e meta? E meta është që në shoqëni produktiviteti jonë është shumë i kufizuar. Sepse na jemi individ cilët nuk funksionojnë brenda një sistemi të përbashkët të organizimit ose të koordinimit. Nuk ka një lloj kornize ose një trekanshi që i shërbejmë të njëjtis kauz. Do të thotë ka individ, ka mos që praktikojnë besimin, mirë po që nuk mujnë me prodhu një rezultat përbashkët. Ai bëhet milioner për veti, ky bëhet pasanik për profesionit vet, ky bëhet i famshëm vet televizor, ky bëhet autori pjesë ndonjë partisë. Pjesë një partie mirë, po nuk të njëjtës ide nuk i shërbejnë, sepse nuk ekziston një ndërlidhje. E kjo cila është çka mundet me prodhu, kjo nuk prodhon rezultat. Se për shembull, unë kam lexuar një shkrim Foreign Affairs lidhur me të ardhmen ekonomike të botës, edhe i shpjegon fuqitë botnore, cilat pritën mu rrit, cilat s'pritën mu rrit. Amerika do të rritë se vazhdimisht e merr ojkën e shteteve tjera me green card. Tek Kina do të ketë vështirësi dhe pajtona sepse ka numër shumë të madh popullatës të vjetër dhe një person do të punojë për 2 vjetër. Çfarë shton në Japoni? Thotë India ka shumë potencial se ka popullat re, po thotë ka të pamundur mu bë superfuqi sepse s'ka strategji shtetënore dhe resurse njerëzore me kthyn fuqi. Që do më thonë, na mu kem shumë potenciali si individ, lojtar talentum, zhegrova, mirë po, nuk kem potencial me kriju një sistem që na me prodhu një ekip i cili i shërben interesave tonë. Do më thonë që mu kriju në fuqi, që ato talente me i shërby një sistemi të përbashkët vlerave edhe qëllimeve, që nëse është dikush në pozicion politik, dikush është në pozicion akademik, dikush në pozicion davetit me minoritetit, dikush në pozicion shkencor, intelektual, ushtarak, me qenë në shërbim të synimeve të përbashkëta, asaj që na ka urdhëruar Zoti. Edhe kështu krijohet ai koordinimi i cili pastaj ka me sjellë rezultate, ndryshimin
rëndësor në botë kuptimin e njerëzve të shoqërisë. Absolut, unë mendoj që modeli e Medinës është modeli më i mirë i shpjegimit të asaj se si duhet funksionojë një shoqëri dhe si duhet funksionojë një model komunitar, ku të gjithë janë ndërlidhur dhe pozicionet e tyre i shërbejnë njëjtit qëllim, njëjtës kauz. Ajo kauz është forcimi i atyre vlerave, i shtrirjes së besimit në shoqëri dhe i garimit ose i dominimit të modelit ton mbi modele tjera të cilat janë gabuar. Unë kam bindje që në formimin ton, domethënë modeli jonë është modeli më i mirë mbi secilin model sekularist që në ofron secila shoqëri. Mirë, po duhet vedije shumë gjatë e njerëz mas pari elitave për të kuptu dhe për të besu në ato koncepte cilat nesër mund të sfidojnë kredon e parimeve të gabuara që i ka sistemi sekularist, sigur sot qysh po del në shesh me vendimin e Gjykatës Supreme që idetë dhe formimi sekularist, koncepti sekularist atyre gjyqtarëve janë shumë të thella se sa drejtësia e tyre ndaj gjitha grupeve shoqërore duke marrë parasysh ligjin edhe kushtetutën. Tëne sipas sondazheve, gjykatët janë institucione shtetërore në të cilet populli ka më pak besim. Cili sipas te është shkaku i kësaj? A janë ato në ndikimin politik apo janë rezultati i korrupsionit? Çka mendon se është apo është formimi i tyre në një mënyrë i cili nuk ecë në hap me kohën apo nuk është i aftë që ta kupton realitetin? Si pas te është? Mendoj që janë shumë faktorë, prej faktorëve që janë dominues dhe janë edhe faktorë që kanë ardhur edhe nga studime ndryshme. Janë ndikimi politik, ndikimi shoqëror, ndikimi grupeve ekonomike të interesit, ndikimi njerëzve të fuqishëm, korrupsioni, rishfeti, pastaj është paaftësia profesionale, sepse kemi shumë raste ku prokurorë gjyqtarë nuk janë taft zot. Nuk janë përgatitur, nuk i bëjnë punë të mirë. Pastaj edhe mbi, për shembull Kosovë është mbi ngarkesë e madhe, pavarësisht që është tentuar që të krijohet një sistem, një strukturë e qëndrueshme prokurorëve gjyqtarëve, ka hala nevojë për shumë gjyqtarë dhe prokurorë zyrtarë, sepse po rritet shumë volumi i lanë dhe i problemeve, i kontesteve familjare, shoqërore, ekonomike, krimit e tjerë. Si rezultat i saj, vazhdimisht po jemi në pamundësi për mi arrit ato synimet që me stabilizue kohën e trajtimin, vonesa, mbi ngarkem të lëndëve dhe pastaj kur ka mbi ngarkem nuk ka vëmendje, nuk ka vigjilencë, bën gabime, kryen shkeleshka, pastaj po dështojnë gjë, shteti po do të me pagu kompenzimet mëdha miliona euro për njerëz që kanë nejt me muj, me vite pa faj, sepse nuk i kanë shtjellu, nuk i kanë të hollu ose vlerësu hollësisht gjitha faktet dhe provat, po kanë shku me një farloj marrë mendje, ja ka marrë mendja prokurorit, ka hi një lloj zari, një lloj loto ku më ka qenë 50% i sigurt, 50% i pasigurt dhe nga frika që nga gjykimi i tjerëve që unë mund ta ti pushoj jetimet e ka dërgu gjykata 2-3 vjet të ballafaqur në fund të dali pafajshëm, edhe duke pas besim që domethënë mundet me dali pafajshëm, është kriju dëmtim edhe i besimit në drejtësi, sepse njerëz kur rrinë me vitet tona pa faj në burg, pastaj janë pafajshëm, shpallën pafajshëm, humbet besimi që ka drejtësi nga institucione, se populli nuk ka sikurse ata që janë pjesë e sistemit që dinë me bë dallimin mes prokurorëve, gjyqtarëve, policëve. Pra janë shumë nyje të strukturës së drejtësisë, po ajo është që ka dhe politikë, domethënë bojnë edhe politikë, kanë politikë selektive, në përgjithësi në prokurori tolerojnë të mëdhajt, ata që kanë pushtet, nuk i tolerojnë dobtit dhe pastaj krijohet besimi që drejtësia është veç për të varfënit, nuk ka drejtësi për të pasënit edhe për të. Ne ka pas një rast, personi i cili ka hyrë në restoran, se ka paguajtur drekën e kanë dënuar me 1 vjet apo 2 vjet në burg, ndërsa personi tjetër i cili ka vjedhur me miliona është dënuar me 2 vjet me kusht. Po te na ligji fatkeqësisht, drejtësia është si njërka, nuk është sikur nona, domethënë për dika njërk, për dika nonë. Kjo është evidente edhe është në përgjithësi në shumicën e shoqërive. Nuk e di që ka ndonjë shoqëni kështu në përgjithësi në Ballkan ose në Perëndim që shoqënia është shumë e kënaqur me drejtësinë për jashtë vendet cilat kanë traditë dhe histori shtetënore, shtetformuese
dhe traditë përgjithshme shtetërore dhe institucione drejtësisë gjata, për shembull Zvicra, Gjermania, Suedia, vendet perëndimore atje kanë kriju standarde të gjykimit se për çështje caktule, cila është norma mesatare e gjykimit. Këto çështje e cilat në ato çështje. Tek ne nuk ka kësi standarde. Nuk ka standarde të unifikume. Kanë dëgjuar shpesh kur bëhet ndonjë gjykim në perëndim përmenden për shembull duke u bazuar te rasti filan që ka ndonë qatë vit, edhe... Ata e kanë në disa prej shteteve, sidomos vendet anglosaksone së Britania Madhe, po edhe Shtetet e Bashkuara kanë modelin që marrin përsipër edhe ajo që quhet praktika gjyqësore apo precedenti juridik, ku pra dënimet përcaktohen parafërsisht nga rastet e ngjashme në praktikën e kaluar. Jo domosdoshmërisht në përcaktimet e kodit penal ose kodeve të drejtësisë. Altran, çështja sa politika apo partitë në pushtet apo pushtetit, ta themi kështu, e ka vegël të fuqishme kontrollin mbi gjyqësinë. Po flet për Kosovë? Po për Kosovë. Edhe të ne është e njëjta, mendoj se to shoqëritë tona pse dallimit janë shumë të vogla. Nga aspekti mendoj që si sisteme nuk i kanë kontroll. Si sisteme nuk i kanë kontroll. Mund të ketë influencë caktuar përmes presionit politik që friksohet sistemi. Për shembull zotri Kurti ka tentuar që përmes ligjeve të bëj kopjen e prokurorisë, Këshillit Prokurorial, dhe ka tentuar që përmes deklaratave të sfidoj gjyqtarët, kryeprovokurinë speciale, duke mos shku si dëshmitar, duke sfidu sistemin, po jo duke tentuar që ndikoj drejt për drejt e ta. Pra nuk e kanë pushtetin, mirë po partitë e kaluara kanë pasur dhe kanë individ, cilët i kanë vendosur, kanë lobuar dhe ata ndoshta ju kanë shërbyer edhe interesat të tyre. Sot sistemi është më i pavarur, po prapë të njëjtat simptome janë shpërndara. Kjo nuk përjashton mundësinë që individ caktuar, duke shfrytzuar pushtetin politik, pozicionin, të shfrytëzojnë çfarëdo kanali depërtimit të njohjes pranë cilësdo sektor ose deg drejtësisë, gjyqësisë, prokurisë, policisë që të influencojnë prishjen e provave, vonimin e timeve, në ndryshimin e vepra penale për cilën akuzohen, duke ju veshur vepra më të lehta, pastaj në gjykat duke zvarritur, duke ndikuar te gjyqtari për dënime më të ulta ose në vendim. Pra shfrytëzohen gjitha mundësitë e mundshme për me ndiku, por nuk është që pushteti politik e ka në kontroll sistemin gjyqësor dhe prokuror, sepse janë kategori mirë. A ekziston tendenca që ta marrin në kontroll? Po, nga pushtetit deri tanishme. Nuk flasim për jo, pushtetit e kaluara nuk kanë dashur t'i marrin kontroll, ata në realitet de facto i kanë influencuar shumë. Më kanë ndikuar shumë pa dashur ta ndryshojnë sistemin. Ata kanë pasur ndikimin de facto, kurse zoti Kurti ka dashur ta ketë de jure, pra ta institucionalizoj, për ligj, t'i jep karakter ligjor, po përmes ligjit që ku vendi i përcaktoj antar në Këshillin Prokurorial dhe pastaj politikën e ndjekjes ta dominoj shumica parlamentare që rrjedhimisht i bën qeveria kryeministri, që është kopje e shtetit në formë ligjore. Kurse këta kanë ndikuar. Gjykatësit tek ju, kush i emëron? Gjykatësit emërohen nga ana e presidentes. Te ne ekziston Këshilli Gjyqësor, i lartë. Po, Këshilli Gjyqësor i zhvillon procedurat për do më thonë për intervistimi, po mendoj hapjen e konkurseve, vlerësimin e kushteve, ai plotësojnë kriteret, procedurat e intervistimit. Këshilli Gjyqësor, ajo i zgjedh, pastaj ja dërgon për dekretim. Zgjedh parlamenti tek ju? Kryetarin, po, Këshilli Gjyqësor. Te ne po ashtu para. Do thonë këtu kanë një ndërlidhje mes parlamentit, i cili është ai shtylla ligjvënëse. Kryetari i Këshillit Gjyqësor do të jetë dal nga gjyqësori, nuk mund dal nga politika. Pra ai mund të jetë njëri nga gjyqtarët e Gjykatës Supreme, Gjykatës Apelit, apo zinxhirave tjerë të gjyqësisë, nuk mund dal nga politika. Sipas përvojës tënde deri tanishme, a mendon se ka shpresë gjyqësia te ne apo? Ti se kishe zgjedhur këtë profesion, po të mos kishe besim në këtë, por nga aspekti a është aq e keqe situata apo? Jo. Do është ta pak si dramatizojmë gjërat. Mendoj që nuk është situata e keqe. Gjithmonë ka mundësi për përmirësim, gjithmonë ka hapësirë për forcim.
ajo që ka është e rëndësishme si mendësi ose metodologji të mendurit dhe të vlerësurit, është që gjendja është shumë më e mirë se që ka qenë. Pra, gjyqësori është shumë më i pavarur se ka qenë para 10 vjetëve ose 20 vjetëve. Është shumë më pak i korruptuar se ka qenë para 10 vjetëve ose 20 vjetëve. Edhe janë një mëri faktorësh. Është ndërtimi mirëfillt institucional, ndihma e madhe ndërkombëtare, digitalizimi, pra kontrolli mbi mbikëqyrja e madhe nga ana organizata ndërkombëtare, nga ana vargësve, kryetarëve, gjykatave, mediave, avokatëve, publikut. Pastaj pagat e mira, i kanë pagat ka 2000 euro. Tash arrestuar një prokuror, në prizren për rishfet në zonën flagrant. Tash ai, pavarësisht nuk du të paragjykoj ai pa fajshëm derisa të vlerësohet, pa vlerësohet fajësia e tij. Mirë po, ai do të përpjeket me vitet tona tash me sistemin e drejtësisë, deri të pastrohet ose të dënohet. Derisa shpallet e pafajshëm. Pra, do të ketë një ballafaqim. Pra, gabimet kushtojnë dhe gjyqësia është duke u përmirësuar, gjyqtarët fatmirësisht unë kam qenë pjesë e procesit dhe kam qenë prej personave të cilët kam ditur që zoti Albert Zoga, që sot kryetar i Këshillit Gjyqësor, është një individ që është menaxher i mirë dhe është i drejtë dhe i guximshëm, i ka cilësitë për atë pozitë, është zgjedhë dhe ka bërë reforma të mira, është një prej institucioneve që ka pas reforma më të mira në përgjithësi në drejtësi, edhe për Ministrisë Drejtësisë, Këshilli Gjyqësor, dhe ka nxjerrë një gardë, një kast ose një gjenerat, disa gjenerata të jashtëzakonshme të gjyqtarëve, të zyrtarëve ligjor, bashkëpunëtorëve me drejtësi, me transparencë, me testet mbyllura, me kode, me teste me kode ku dëdoptit nuk mund të kalojnë. Dhe nuk lejohen ndikimi i të fortëve, që kanë qenë atë në telefon, filan komandanti e filan generali, s'ka më komandanta. Kështu që kjo është një avancim i mirëfillt i shtetit. Dhe kjo është në favor të popullatës, në përgjithësi. Kjo është shumë më mirë se kualiteti rritet. Unë e kam shumë lehtë si avokat në gjyq kur e kam një gjyqtar që është i zoti, pse unë e di që nuk e kam nevojë me pas nështë ta fokusit 100% për çdo detaj procedural. Sa i kujdeset. Nëse është ai i zoti, ai s'bën gabim, unë i rirat. Por nëse ai s'është, unë duhet më nejt gati që mos më bëj gabime, sepse nesër kundërshtari për një gabim procedural ta kthem procedurën pikën 0, 3 vjet dhe 4 vjet. Të ne në Maqedoni po përmendet vetingu, tash dojmë e bë vetingu në gjyqësi. Sipas teje, a është një vegël e suksesshme që ndihmon për reformimin e gjyqësisë apo? Unë mendoj që në Maqedoni nuk mund të flas sepse nuk i di vetingun si proces. Po në Kosovë mendoj që është i panevojshëm. Shqipëri ka qenë i domosdoshëm dhe ka qenë i dobishëm, i efektshëm, ka prodhuar rezultate, ka prodhuar institucione të reja si Spako dhe gjykata e posaçme, e cila i ka kapë dhe të paprekshëm, domethënë zoti Roma, krejt ata tafët e tij, shokët e tij, asbabët e tij, domethënë Erion Veliaj, Arben ministri, ish ministri financave, Arben Ahmetaj, ish ministri i brendshëm, plot ministra, tash edhe ministre, tash edhe afera të reja janë paraburgim. Ilir Meta ish presidenti, zoti Berisha ish presidenti, ish kryeministri. Pra, ka qenë i dobishëm. Tek ne në Kosovë nuk ka nevojë, sepse unë mendoj që tek ne përgjithësi gjyqtarët, prokurorët, zyrtarët, bashkëpunëtorët janë të një gjenerate ndoshta 15 vjeçare. Nuk janë më të vjetër, edhe nuk kemi çka me bëu veting. Dhe vetingu në këtë situatë, mbi cilat kriteret lojnë hapësirë shumë të madhe që politika me i keq përdor me interpretu sipas preferencave të saj. Ajo është tonë pasigurinë e tyre, edhe demotivon e gjeneratat e reja për me hinë me ushtru funksionin e gjyqtarit e prokurorit. Dhe ka shumë probleme në teren, sepse jo gjithë mund ta 100% mund ta mbulojnë. Nëse mbulojnë pastërtinë e figurës, nuk mund ta mbulojnë pasurinë. Unë e kuptoj kur pasuria është skajshmërisht e parsitueshme me tyrat e tua, mirë, po kur ka pak divergjencë, ne e dim që kemi qenë shoqëni informale, ndoshta masa dhe 80% para 10 vjetëve, 15 vjetëve. Kur të ardhunat janë shumë noja nga ndihmat e tuja, veçanërisht familjarëve në Evropë që vinë kesh, edhe që nuk e ki mundësinë e mbulimit çdo gjaje. Apo kupton? Edhe tash në këtë situatë mundet më u kthy në një gjueti
edhe një justifikim, gjëti shtrigas dhe një kriter për justifikimin e preferenca politike që asaj partisë që është pushtet, që kanë me eliminu, kanë mos me eliminu. Përvoja juaj në politikë. Ju morët pjesë në zgjedhjet parlamentare, po? Po. Sipas juve, ku qëndron problemi? Pse musliman nuk po unifikon? Që mos ta përdorim këtë fjalë unifikon, mos koordinon, të krijojë një forcë politike e cila do të ndihmon shumë për avancimin e të drejtave të tyre dhe për një shtet më të mirë dhe më të shëndosh. Unë mendoj që vetë ata cilët janë besimtar e kanë një problem që janë komod me sistemin sekular dhe janë komod me partitë sekulare që la drejtojnë nga individ me ide të qarta sekulare dhe nuk dëshirojnë që të ketë në si alternativë politike një parti e cila ka individ me formime më të thella fetare, cilat mund mos janë sekulare. Nuk ju pengon as njënës prej partive, po as individve, po as muslimanëve që të ketë brenda partive të mëdha sekulare individ që mund të kenë besime individuale, spikatën mund të kenë besim të shuar. Mirë po ju pengon ata që kanë një ide të përbashkët dhe një shtëpi politike që nuk kanë qëndrime të plota sekulare. Edhe mendoj që kjo është fatkeqësisht një vedi e formsuar gradualisht në gjatë këtyre shumë viteve nga ona jonë, nga ona dhudhësve fetare. Ose një lloj frike që nëse marrin pushtetin edhe të dinë ta menaxhojmë apo? Jo, unë mendoj që politika si sferë është perceptuar jashtë besimit. Edhe është shpjeguar si jashtë besimit. Edhe rezultati i saj kriteret e vlerësimit dhe gjykimit ose zgjedhjes politike janë kritere preferencave jashtë besimit. Domethënë besimi nuk është pjesë e atyre parimeve, cilat ty ta formojnë edhe gjykimin karshi politikës. Domethënë politik ty në fe mundesh me qenë shumë besimtar, mirë po kur del ty të pëlqen një Albin Kurti që ai ti përzën krejt deputet pse se kanë votuar kodin civil edhe del haptas, tatonim liberali unë komies përpara dhe ti një shumë i përfaqësuar me të sepse manipulohesh ose bjen në një lloj populizëm Shoshnur, Veriu, Mitrovica, Serbia etj. Edhe pastaj nuk e shtin në setin e vlerësimit edhe ato kritere të cilat duhet t'i kesh brenda nga besimi yt. Mendoj që na kemi probleme të formimit dhe kjo sjell edhe deri tek kjo mos dëshira që me mbështet çfarëdonisme që mund të ketë udhëheqës që kanë prirje fetare dhe perceptojnë shoqni si fetar, po natyrisht që jemi, se nuk e zhmojmë identitetin ton, edhe ide të qarta kemi pas, alternativa të qarta për shoqninë. Mendoj që është një problem i madh edhe është një mendësi shoqnore. Na jemi të sekularizuar. Sepse kur po them jemi sekularizuar, është që na e praktikojmë mas mire mendsinë që jo në xhamia, po kupton? Për shembull me ta prek minarën e zonën Shamin shpërthen. Po në hapësirë publike nuk menon si sekular, domethënë menon që është e tyne, edhe çdo gjë në sferën tyne dhe na zgjedhëm kondojna prej atyne që partive të cilat na kanë pas ti vozllog hanë dan. Na i kryjm punë. Po, edhe tani edhe pastaj çka? Mos të përlyhemi ne. Po, esenca. Disa kështu e kuptojnë, domethënë mos përlihem. Hajde të përlihet më mirë, se sa. Ashtu është, mendoj që kjo është një problemeve të mëdha që e ka dëmtuar edhe potencialin edhe koalicionit për familje pse ka qenë një frymë e krijuar si rezultat të disa momentumeve globale me luftën edhe Trumpit edhe në Evropë kundër LGBT-s, edhe me ligjet speciale që tenton të votonte zoti Kurti. Është i detyruar me i votu nga Evropa? Jo, s'është i detyruar. Nuk është i detyruar. Kjo është vetëm një rekomandim nga ana e tyre. Kjo është një rrështim ideologjik i tij. Një rekomandim, natyrisht, se shumica aty janë liberal në Evropë, jo tash në Amerikë, kanë qenë në Amerikë, po Amerika i kanë ol fondet për këtë botën për këto agenda LGBT edhe në Kosovë. Fatmirësisht. Mirë po është bindje ideologjike. Ajo është i majt, të majtët nuk besojnë Zot, nuk kanë një set vlerave morale cilat ata kanë konsenzus që do të me respektu,
ata që e din çka është e majtë. Jo, as traditat nuk e njohin, as kalumen, ata nisën për premisës që na do ta ndërtojmë, bota ka qenë pa drejtësi e madhe, prej fillimit njeriut, krijimit njeriut, dhe ne do ta ndërtojmë shoqërinë në një gjendje ideale, utopiste, të paqartë, mirë po që do të sjellë lumturinë e përhershme në tokë, parojse në tokë. Ky është koncept marksist, i cili është prezent dhe mendoj që është ai thelbi dhe i politikave dhe edhe zoti Kurti, pavarësisht që ajo popull nuk shpaloset, po kuptohet në veprimin e tij kushdo që i njeh filozofitë politike si marksizmi, dhe natyrisht që kjo ka treguar që ky ka tension më të madh, sepse partitë tjera nuk është që e kanë për çefe, e kanë pas agjendën LGBT. Po kanë qenë pragmatista edhe kanë dashur me i rujt raportet me Perëndimin. Jo që besojnë e që nështë në shpinë e vetë, ose në besimin e tyre të brendshëm e kishin pas për çefe, cila do pi partive tjera. Po ky ka pas dhe jemi ku jemi, pa ajo situatë është nuk kthehet më, sepse nuk mendoj që do të kemi më një qeveri edhe një parti që më marrë 50%. Ka marrua e histori për Kosovën, e kështu që do të jenë përcaktuar. Absolut, edhe nuk mendoj që kanë më mujt me marrë guximin partit për me kalu lehtësisht këtë ligj. A mendon se ka të elita intelektuale dhe profesionale të muslimanët, ka shpresë që të rikthehen në këtë fushë të politikës e të realizojnë një agjendë cila është në dobi të muslimanëve? Unë mendoj që përpjekja politike do të vazhdoj gjithmonë. Ajo mund të ndryshoj metodën, mund të ndryshoj strategjinë, mund të ndryshoj shpejtësinë, mund të ndryshoj format e paraqitjes publike, intensitetin. Mirë, por nuk duhet të ndalet asnjëherë, sepse politika është forma më e lartë e aktivizmit shoqëror. Dhe politika është ajo që e bën ndryshimin nga lart poshtë në shoqëri. Kurse besimi është ajo që ka bën ndryshimin tek individi nga poshtë lart. Mirë, po ato pa njëra tjetrën janë të mangëta. Sepse formimi jonë na nxit që të garojmë shoqëni me konceptet tona. Feja që na mëson neve është Omeri kur e pranon Islamin, del nga i thotë nuk e keni të vërtetën, jo më dalin mos sfidu. 10 vjet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i sfidon konceptet, i ballafaqon konceptet e idhujtarisë që është sekularizmi i kohës me konceptet e Islamit për kuptimin e vet. Edhe ne duhet konceptet tona të paraqesim, edhe duhet idenë tonë mbi realitetin tonë konkret se cilës shoqëni t'ja prezantojmë shoqërinë modelin tonë. Edhe mendoj që nuk duhet dëshpërohemi, kjo mendoj që është përpjekje e gjatë, natyrisht që aty duhet përgjegjësi dhe angazhim të madh, ajo që ka ndoshta neve mund edhe të mos na jap rezultate ose bereqet është edhe për shkak ndoshta mungesës së angazhimit të madh, që duhet kemi një angazhim të madh për t'i vëdësuar elitat, pastaj edhe masat për nevojën që të ketë një alternativa edhe politike me konceptet tona në politikë bërje, sipas modelit tonë të leximit të realitetit shoqëror, edhe idesë tonë mbi shtetin tonë dhe mbi elementet e shtetit tonë. Mendoj që do të ketë gjithmonë dhe ka grupime dhe do të ketë antarë edhe në Kosovë dhe dikon tjetër, por ajo që duhet është që duhet vedia të jetë e rritur një trajtshëm. Nëse rritet tek një mos, duhet të rritet tek një mos tjetër, duhet të ketë një sinkronizim, një lëvizje paralele, sepse pa njëri tjetrin nuk mund të ndihmohet projekti. Për shembull këtu në Maqedoni kanë qenë disa sebepe suksesshme në lëvizjen Besa, që pastaj u ndon dy, po prapë është e suksesshme dhe fuqishme politik. Pse? Sepse ka qenë një grupim, bashkimi i madh i grupeve intelektuale. Ka qenë një mbështetje e madhe çorçeve, mund të them konservatore fetare, e ulemas. Ka qenë një mbështetje e madhe disa mediave, ka qenë një mbështetje e madhe financiare. Dhe ka qenë një momentum i madh politik, një zbrastire të madhe politike, zbrastire në hapësirën politike të një partie të re, e cila patjetër ka qenë e domosdoshme mu paraqit për me rivalizu BDI-n. BDI-n e korruptuar, e cila, domethënë, ka kesh përdor maksimalisht dominimin
në rolin shqiptar të Maqedonisë. Narrativa ne jemi çlirimtarë. Po, ne jemi çlirimtarë dhe ne mësoj, domethënë skandale, korruptim, paragjykime, komplekset e identitetit, të këqija, të panumërta për shkak të cilën sot edhe kanë humbur pushtetin dhe janë duke u tkurrur ashtu siç e poshtë edhe kanë humbur shumë edhe nga pushteti real edhe në zgjedhje lokale, që tregon që mund të ketë shift ose lëvizje të mëdha në shoqëri. E për neve mendoj që këto elemente do duhet paraqiten edhe në shoqërinë tonë dhe të ketë një gatishmëri më të madh për pjekje, për guxim dhe për sakrificë. Që po mendoj që po mungon në shumicën e çarqeve ose elementeve që janë domosdoshëm për ide të suksesshme. Edhe pyetja e fundit, Azdran, si mendon ti? E majtja apo kjo e majta ekstreme që është? A është në të kurje, në të ardhmen, apo ka mundësi prap të rikthehet? Kosovë? Përgjithësi, në rrafshin global. Unë mendoj që po, tregust janë që po, në përgjithësi në këto 3-4 vitet e fundit, shumicën e vendeve kanë dominuar dhe fituar të gjata, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara, nga Italia, nga Gjermania, Hungaria dhe disa vende tjera që ndoshta tash nuk po mund t'i kujtoj. Mirë po që ka një Polonia është e djathtë, është shumë e qëndrueshme dhe është një djathtë që e ka ndihmuar shumë në rritjen e madhe ekonomike, një prej vendeve me rritjen më të madhe ekonomike në Evropë. Për të vendeve lindore që pothuajse të gjitha janë djathta, ato janë shtete autoritare. Po, mendoj që është një frym, sepse mendoj që kriza natyrshmërisë në Perëndim është shumë e madhe. Është kriza ku i ka shkatërruar fundamentet shoqërore, ka kthyer shoqërinë në një shoqëri materialiste ku njeriu ka parë pas ka kur gjë. Domethënë ku depresionin, ankthin, vetvrasjen, vetmin, individualizmin, shkatërimin e familjes, varësinë nga droga, egoizmin nga alkooli, ka për masa të mëdha, e cilat së bashku domethënë krijojnë ndikojnë në ramin e madh të lumturisë dhe kënaqësisë në jetë, që prodhojnë vetëm një lloj ajo që quhet imazh i jashtëm ose një fasadë për shoqërinë në emër të një shoqërie materializmi, që është e zbrast brenda, po është në pamje të jashtme duket që është e qëndrueshme. Po është edhe një shkputje nga historia, nga tradita, edhe nga natyrshmëria, sepse vrasja ajo që ka thot Tage Lindon në librin e tij Miti e Demokracisë, thotë që demokracia dhe fitoria e revolucionit burgjez francez nënkupton marrjen e sovranitetit prej Zotit tek njeriu. Tashmë nuk i përket sovraniteti Zotit, po i përket njeriu, dhe kur i përket njeriu përcakton ajo çka është e mirë dhe e keqe. Edhe këta nuk kanë përcaktuar, e kanë lënë të lirë, e kanë lënë njeriu tabula rasa, domethënë ta përcaktoj vetë çka është e mirë dhe e keqe. Shteti ka kufizuar diçka, po më shumë ka kufizuar kuptimin e sanksioneve ose dënimeve në rast shkryerje të krimeve të caktuara, por nuk i ka dhënë konotacion jo moral, për shembull homoseksualizmit, ose lëvizjeve transgjinore, domethënë që kanë feminizmit të ekstrem, liberalizmit pa identitet, pa orientim, që domethënë njeriu është i lirë me bëj çka dush, koncepte të lira, ose identiteti një ditë identifikohet si kafsh, nesër kafsh, bravo, kafsh, derë, domethënë i dhojnë përparësi qenve, nuk rrisin fëmijë, nuk e shohin, nuk kanë model moral ose motivim moral ose hynor që me rrit fëmijë, me rrit racën njerëzore, me rrugë kombin e vet, shëndetin, edhe kjo ka prodhuar këtë krizë. Që thotë që kjo krizë është kriza e cila do ta vrasë Perëndimin. Edhe mendoj që tash ata cilët e kanë po që çfarë shumë rënu natyrshmëria, u shkatru familja, u zvetnu familja, i kanë lënë plesh në për domet pleshve, nuk kanë fëmijë, rrisin moca, e mbot transverzit, u hub burimi shoqërisë, brumi i shoqërisë, e kanë kuptuar që vetëm lëvizjet e djatha që tentojnë me kthy dhe me rujt pak natyrshmërinë, edhe mi dhon një lloj infuzioni të një, mund të them kështu, propagande nacionaliste, mi a rikthy një identitet individit që e ndon nga globalizmi liberal i egër, që dëshiron me i shkatru kufit mes njerëzve edhe me i bon njësoj në këto smundje kolektive globale, i jep kuptim jetës vet, edhe për shkak kësaj një pjesë e shoqënive, sikur si në Itali që është konservatore, se është edhe në ndikimi i madh i kishës,
ka ndiku, ka reflektu, edhe kanë bërë distancimin e madh nga e majta, siç e kanë bërë në Amerikë, siç e kanë bërë në Poloni, në Hungari, e mendoj që kanë me bërë në vende tjera. Kjo ka më ndiku edhe mendimin e, ndoshta edhe mendimin e elementit huj minoriteteve të cilat gjenden aty. Atëra ishte kënaqësi të kemi sonte. Gjithashtu. Me neve. Shpresojmë të takojmë përsëri në ndonjë emision tjetër për të diskutuar çështje tjera. Faleminderit për ftesën edhe për mua ishte kënaqësi. Nderuar shikues, vëllezër dhe motra, ky ishte podcasti i kësaj jave. Ju përshëndes, selam aleikum wa rahmatullah.